Territori shqiptar për datën 23 prill 2026 do të karakterizohet nga përmirësimi i kushteve atmosferike duke sjellë mot me kthjellime dhe vranësira të pakta në disa zona. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe vranësirave, ndërsa në disa zona lindore priten vranësira më të theksuara. Pasditja vijon me intervale të gjata me diell sidomos në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 17 gradë Celsius. Berat 9 deri në 18 gradë Celsius. Korç 2 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 16 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 19 gradë Celsius.